Mbretëria e Arabisë Saudite sot ka hapur në Kosovë ekspozitën Urat, e cila ofron një pasqyrë të kulturës arabe në Kosovë, e cila do të jetë e hapur nga data 2 deri më 10 maj në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Në këtë ekspozitë mori pjesë edhe Albin Kurti, i cili vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Mbretërisë së Arabisë Saudite ndaj Kosovës, sidomos gjatë periudhave të vështira, duke e cilësuar si dëshmi të miqësisë së forte të sinqertë mes dy vendeve. Po punojmë me përkushtim për të afruar më shumë popujt tanë përmes urave të bashkëpunimit në fushat e turizmit, arsimit, ekonomisë dhe kulturës. Gjatë viteve të fundit, mijëra qytetarë nga të dy vendet kanë vizituar njëri tjetrin për arsye të ndryshme, qoftë për qëllime turizmi, biznesi apo fetare, u shpreh ai. Sipas tij, kjo ekspozitë e hapur për herë të parë në Prishtinë nuk do të mund të kishte emër më përfaqësues për traditat arabe në përgjithësi dhe Mbretërinë e Arabisë Saudite në veçantë, sesa emri i tanishëm Urat. Tradita arabe, nëse do të shpreheshim me gjuhën e historianit të madh dhe arabistit francez të shekullit të kaluar Fernand Braudel, është ura historike që lidh antikitetin grek dhe romak me modernitetin global, tha ai. Në përmbyllje të fjalimit, Albin Kurti falenderoi Bashkësinë Islame të Republikës së Kosovës për organizimin e kësaj ekspozite, e cila, siç tha ai, është një aktivitet i cili na ofron më tej me kulturën e Arabisë Saudite.